Sot e në ardhë me një X5 M57, modeli E70, 3.0 dizel. X5 që ka fillu me prodhim vitin 2007 dhe vitin 2012. Këto e kena motorin M57. Motorat dizelat janë 3.0, 3.5, 4.0 edhe 4.8. M57 që përmenëm është maj mirë, ekonomik edhe maj qëndrueshme. Pomen agresive, grillat mëdhej, farat mirë, perfekt. Onash, pellnet sportive e paket në 19 e bojnë më të mirë edhe më të përshtatshëm në përkthesa. Mbrapa kena hapësirë bëll, 620 litra çu thjesht, 1750 nëse i palosim karrikat e pasme. Mbrapa ke hapësirë mjaftueshme me prit musafir, me nejt rahat pe gjama vëzi. Karrikat e emit me masazh edhe me lëvizje elektronike. Ndrruesi shpejtësive me 6 shpejtësi. Po ashtu edhe opcionin auto hold. Kontrolli i zbritjes nga kodra edhe bagazhi. Me sistem navigimi me display të madh. Panoramën e kena këtë. A dhe më shpejt? Motor pe fabrike 209.000 km. Motori 3.0 M57, 6 cilindra në vijë, tregon si të fshin Audijat. Në autoban, shpejtësit nalt, kur nxehet motori, grilli hapet automatikisht me ftof motorin. Me këtë kerë më është me bo vëzitje shumë të rastshme dhe komode, ki hapsin kabin sa dush, është i past, është i thjesht, edhe nuk është fort i vjetër me pa. Edhe pse i ron, kë kovu që i bëll. Estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apurando. Esta sola tú prefieres.